Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Pete Hegseth tha të njëjtën se ishte I sigurt se vendet anëtare të NATO-s do të pranonin kërkesën e presidentit Trump për një rritje të madhe të shpenzimeve të mbrojtjes, duke theksuar se kjo duhet të ndodhte deri në samitin e NATO-s me 24-25 qershor. Trump ka kërkuar prej muajsh që vendet anëtare të NATO-s të rrisin investimet të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto nga objektivi aktual prej 2%. Asnjë vend nuk ka arritur ende shifrën 5% për fshirjes së Shtetet e Bashkuara, por Hegseth tha se është bërë përparim drejt një marrëveshje. Jam shumë inkurajuar nga ajo që dëgjuam brenda një takim, tha Hegseth pas mbledhjes së mëngjesit me ministrat e mbrojtjes në Bruksel. Disa vende po kalojnë tashmë 2% dhe mendoj se jemi shumë pranë një konsensusi për angazhim në 5% ndaj NATO-s. Ai theksoi se ky angazhim duhet të formalizohet deri në samitin e Hagës. Mendoj se të gjithë do të arrijmë aty, shtoi Hegseth, megjithëse pranoi se disa vende ende nuk janë aty. Rritja e shpenzimeve është kusht për angazhimin amerikan. Diplomatët kanë deklaruar se aleatët europian e kuptojnë se rritja e shpenzimeve në fushën e mbrojtjes është çmimi për ruajtjen e angazhimit të Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen e kontinentit dhe se Trump dëshiron ta shpallë këtë si një fitore në samit. Sekretari përgjithshëm I NATO-s Rutte e mbështeti kërkesën. Në samitin e Hagës do të vendosin për një objektiv shumë më të lartë shpenzimesh për të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Plani Rutte për të arritur objektivin përfshin 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto të mbrojtjes së drejtë për drejtë ushtarake, 1.5% në investime në infrastrukturë dhe siguri të lidhur me mbrojtjen. Duhet të shpenzosh për të pasur fuqi të fortë ushtarake, tha Hegseth. Besoj se aleanca brenda pak javësh do të angazhohet për 5%. Qëndrimi disa vendeve si Spanja është një nga vendet që ka shprehur rezerva. Ne mendojmë se 2% është I mjaftueshëm për të përmbushur detyrimet tona, tha Ministria Spanjolle e Mbrojtjes në takim. Objektivat e reja dhe kapacitetet ndërkohë që Hegseth dhe Rutte njoftuan se NATO po finalizon objektivat e reja kapacitetesh ushtarake, të cilat përcaktojnë numrin e ushtarëve aktiv që duhet të ketë çdo vend, sasinë e municioneve dhe armëve që duhet të vijnë në dispozicion të NATO-s. Ministri Gjerman I Mbrojtjes Pistorius deklaroi se Gjermania do të ketë nevojë për 50.000 deri në 60.000 trupa shtesë aktiv sipas objektivave të reja. Afatet kohore të diskutueshme, ka thënë Rutte, shifra prej 5% arrihet deri në 2032-shin, por disa vende lindore konsiderojnë këta afat shumë të largët, ndërsa të tjerë e shohin si tepër të shpejt për shkak të kufizimeve të prodhimit industrial dhe buxhetet kombëtare. Ministri estonez I Mbrojtjes tha se duhet të bien dakord për 5% brenda 5 vitesh. Nuk kemi kohë për 10 apo 7 vjet. Suedia do të preferonte që NATO të arrinte 5% deri në 2030, tha ministri suedez I Mbrojtjes. Ka ende debat për çfarë përfshihet në shpenzimet e lidhura me mbrojtjen, ku disa vende kërkojnë që në llogari të përfshihet edhe siguria kibernetike dhe infrastruktura kritike.